Ola, Ola? Si je? Mirë. Më falë. Kam falur qatë natë. Unë të kam falur qatë natë dhe kam mbyllur, nuk dua më që të diskutojmë këtë klapën me mua të paktën. Unë e kam mbyllur qatë natë dhe unë kur i mbyll gjërat, i mbyll gjërat. Nuk dua më që të vazhdoj të diskutohet kjo gjë. Po kemi një malë gjërash të tjera për të diskutuar, po. Ata kanë shumë për të thënë, me siguri, disa gjërat i thënë, sa të tjera do t'i thonë, por nga ferma deri këtu, besoj ke patur kohë të reflektosh ndryshe, dhe të kuptosh vendimin e publikut edhe çfarë mendon. Më beso Arbana që e kam ditë dhe thash do isha zgënjur nëse ishte marrë vendim tjetër. Televizioni është për njerëz që japin shembuj të mirë, nuk është për njerëz që dalin nga vetja me një provokim dhe i drejtohen dikujt në gjuhën që unë t'jam drejtu ty, qoftë edhe goditja ndaj bujës, kështu që unë e respektoj dhe vlerësoj publikun që ka marrë vendimin e duhur për mua. Unë ka që kam për të thënë. Kam marrë pjesë një garë shumë të bukur që e kam shiu shumë ditët e para. Kam rezervat e mia, po i lej. Ke rezervat e tua për çfarë? Që t'jemi gjithë barabartë. Një moment Gresa sot vjen dhe më thot menaxheri më ka thënë t'i afrohem mosës. Po, e kam dëgjuar. Po, unë nuk e kam pa, nuk e di si do jetë qasja atyre dyjave, po... Do t'a diskutojmë, me si po pres t'a flasim me Gresën këtë gjë. Tila, mua, aty brenda është thënë e stërthën ti e ke dëgju nga 15 vite që është ndryshe, po kur vjen të thuhet një gjë e tillë, të ndikon dhe thua prit një sekondë se o t'jemi gjithë barabartë. Këtë drejt. Unë i kam parë edhe dronat që i kanë shkuar Gresës dhe që kanë thonin Gresa Moza, Gresa Bujaka, që kuptoja që është një orientim që njerëzit e saj kanë dashur t'ja japin, edhe kur dëgjova atë që sot natyrisht unë beta e befasuar dhe me si pres ta pyes. Befasuar ti ose njerëzit nga jashtë, imagjino unë aty që them të besoj, prit se dua t'jem në një garë të barabartë, jo në një garë ku dikush merë indicje, merë informacione. Po që prap, le të bëhet, nga unë e ta unë kam dalë, a i di qa mendoj gjithashtu, kur të gjova këtë Gresën që thoshte sot kështu, e di qa mendoj gjithashtu, unë kam menduar gjithë kohës për këto dronat që i shkoni dhe shikoja si ndryshon të sjellja e Gresës. Në fillimi ishte me Mozën, pastaj nuk ishte me Mozën, dhe e di qa mendoj? Qëfar do lloj informacione është të t'japin në këtë dreq loje. Dhe unë jam prova që qa do lloj informacioni që kam marrë. Me thënë të drejtën, qëfar do lloj informacioni dhe të vi jashtë, më shumë të ngatëron edhe të bën humbës se sa të ndihmon. Megjithatë, me thënë të drejtën, unë e di që informacionet vinë dhe kanë ardhur edhe për ty zemra ime nga familjarët e tu, me ngjyrat e rrobave, cave ju asillin me drona, ta shohim si ja kanë çuar kësaj Gresës menaxhmenti vetë, se jam kurioze dhe do ta pyes se si ja pas kanë çuar këto informacionet, se shiko, ky është një produksion që janë qindra veta të vështirë. Jam shumë e me thënë të drejtën, unë e di që duke filluar nga producentja jon, Olta Dulaku, që është le të themi koka, deri tek ata që bëjnë punën më të pa rëndësishme ose të pa përmendur, përpiqen shumë që të bëjnë gjithçka siç duhet. Por mund të ketë çeduar edhe dikush sepse nuk të kontrollon dot çdo gjë. Dhe më vjen keq nëse se pastaj ti mendojnë që nuk ka një trajtim të drejtë. Por nga ana tjetër, ajo që them edhe e rithem gjithmonë është që pavarësisht këtyre ndihmave të vogla, kaq gjatë të çon vetëm vetja jote dhe asnjë ndihmë tjetër. Edhe kaq shkurt. Edhe kaq shkurt. Jo për të mbrojtur askënd këtu. Ke gjithë të drejtën e botës, edhe unë e kam parë atë dhe thash, "Oh, Gresa, shiko, bravo, wow." Por do ta sqarojmë. Mua më vjen keq që nuk je ndjer e kuptuar, se pash që po thoje që si s'më kuptoj asnjëri që isha e lënduar për këtë, realisht gjithashtu më vjen keq. Ju gjithë keni thënë fjalët tuaja, unë kam folë me veten, dje kam folë ose sot nuk e mbaj mend me një profesionist, me një psikolog dhe fjalia e fundit ka qenë pas gjithë bisedës me mua, ti vajzë ke një vartha që po të kullon gjak dhe që po mbulon me këto të qeshura dhe veshje. Dhe fjalia thënë nga një profesionist që arrin me kuptu gjendjen time psikologjike, besoj ka më shumë vlerë se çdo koment ose opinion. Jo, nuk ka pse me të ardhë keq Arbana, ju më keni dhënë mundësi ndoshta më të bukur që unë po ta kisha shfrytzu, siç unë i shfrytëzoj gjërat, siç unë kam qef, do ishte gjëja më e bukur. Nuk kisha pas pse me dal nga këtu e pendume për një vendim që mora, po që është gjithçka në shpatullat e mia, unë e kam bë gabimin, unë do e psoj, nuk askush tjetër, gjëra tjera janë thjesht
lajle, lule, gjona që ndodhin, po unë e kam bë. Unë e di shumë mirë që për veprimet e mia pasojat i kam vetëm unë, dhe uroj të bien vetëm mbi mua dhe jo mbi njerëzit. Edhe nga gabimet mësoj më shumë se nga çdo gjë tjetër, vetëm mos e lëso këtë. Shikon, se di në gjatë kohës që ke ardhur nga firma deri këtu, ke patur mundësinë të kontaktosh me dikë, ke folur me dikë, e kam fjalën për familjarët e tu? Jo, dhe kam kërku produksionit që ta gaj, se unë e dija që do dalë, thjesht faleminderit që s'm keni nxjerrë me zartë që të dalë ajo video, unë e dija që jam e dalme, 100%. Biles kisha një palë gjinse që t'i ndroj kur rrugës i kisha në studio, e dija. Dhe i kam kërku me mirëkuptimin e familjarëve që të izolohem prap një javë, si që isha para se të futesha, se nuk jam gati të përbalem me familjen? Si familjen absolutisht, po edhe me gjdo valë komente që jam me sigur që vinë, dhe do doja pak mirë kuptim edhe nga familja dhe nga njerëzit që të më lënë atë të reflektoj pak me veten edhe të përbalem një moment të dytë. E ke parë një djalosh që është aty? E kam pa! Duze! Po e pash qatë të shi. I qëndron akoma ide se t'izolohesh vetëm? Arbana të shi ti do analise, mjaftë e kemi knaq muhabetin ta mbyllim. Ta mbyllim. Ermal. A do të paguj? Ola, ti je shumë e mirëpritur se kam parë që ke folur për trajnimet e mia, madje e ftova dhe Adionin, në fund të këtij muaji jemi në Prishtinë. Po, jemi mirëpritur të dy. Dhe mendoj që do të bëjnë shumë mirë këto. Po, absolutisht, po. Sepse ajo që ti thesh e vërtet, njerëzit që kanë dhimbje brenda, vjen një moment që triggerohen shumë kollaj edhe mund të kalojnë në atë që bëre ti. Dhe në fakt jo ndodh me shumicën e njerëzve, sepse ne humbim mundësi, humbim marrëdhënie, humbim ndoshta edhe veten tonë, humbim respektin ndonjëherë, sepse nuk jemi të aftë të menaxhojmë emocionet në momentet ku ka shpërthim. Tani, unë, siç e thash, më ke pëlqyer gjithmonë, si që në fillim që ke hyrë, më pëlqyet që të dy kur bët atë rrugën. Ajo që unë mund të them si arsyetim i kësaj, ose që të shpjegoj këtë gjendjen tënde, ndoshta them që ka ndikuar shumë edhe dalja Adionit që ti u agravove në atë pikë, në atë moment. A është vërtet kjo? Absolutisht, po, sepse sikur i vetmi person që po më rrinte në krah, iku dhe ai dhe unë ndjeva shumë vetëm, shumë bosh edhe gjithë gjë tjetër mu duk në ato minuta e pa kuptim. Mrapa, reflektimi, që do vazhdoj për një kohë gjatë. Vjen keq që ka ndodhur kjo dhe besoj që më vjen mirë që të vjen keq. Vjen mirë që të vjen keq, që më vjen mirë që të vjen mirë. Por besoj që ke marrë shumë mësime nga ky udhtim dhe një nga ato mësimet besoj ta dha Arbana herën e fundit kur tha që nëse dikush po bën diçka që nuk të pëlqen, mos qesh, por qëndro e fortë dhe thuaj stop, sepse mund të keq kuptohesh, ashtu siç të keq kuptuam dhe neve, edhe publiku, dhe nuk të dolëm në krah, sepse pam një person duke qeshur. Është mekanizëm mbrojtje që më shdash, nuk dua se duken gjitha si justifikime, si që the edhe pak më parë, më shdash njetë me qesht, ndoshta në momente që me sheshu gjonat, dhe e kam timen. Nuk kam qa bëj, do mundohem të reguloj, unë jam 23 vjeç, më vogla aty, më lehtësisht e gabuesh, më thënë, pritej të gaboja unë. Nuk është... Jo, nuk është që pritej. Me thënë drejtën, nuk pritej, me thënë drejtën, ne kemi pas shumë pritshmëri të tjera. Ditën që Ola ka hyrë, kam parë një vajzë shumë të vendosur, me një qëndrim shumë të mpret, me një vajzë me ide të qarta, se qa do të arri, ku do të arri, pse ka hyrë, ku është. Do me thënë, për mua, Ola ishte vajza që deri diku mendoj, jo vetëm që do shkonte shumë larg, por që do arrinte shumë nga ky format, sepse më duket sikur i kishte totalisht shumë të kalkuluar se çfarë donte të bënte aty brenda. Më ka pëlqyer që ka qenë një vajzë rebele dhe unë e kam vlerësuar këtë gjë tek ty. Më ka pëlqyer dhe fakti që ti nuk i ke pranuar gjërat që i kemi thënë ne. Por ka vetëm një problem që kur këto rebelime, këtë liri fjale, liri veprimi, nuk i vesh me argumente, nuk i vesh me një logjik,
disa herë në prime të çdo mundësia ta tregosh veten dhe ti ke futur prap një qeshur. Ne nuk kemi rritur me ty që ta dim saktësisht se si reagon apo si vepron ti në situata caktuara. Dhe kjo e ka bërë pak të vështirë, sepse nëse ti do doje të tregoje për veten, në 24 në 7 ke pas mundësi ta tregosh veten tënde dhe mos flisje për mozën apo për dikë tjetër. Do me thënë, disa herë jemi munduar t'ju themi flisni për veten tuaj, sepse ti aty ke hyrë për veten tënde, më shumë për të treguar kush është Ola dhe pse meriton ta fitoj, se sa të harxosh kohë kush është moza dhe pse s'meriton ta fitoj. Angel, shiko, kërkoj falje edhe për atë krahasimin që i kam bërë situatave tona. Nuk ka asnjë problem. Unë si shikuese e mbaj mend. Dhe unë e di shumë mirë që gjithë shikuesit do e mbajnë mend atë gjën. Dhe pas asaj gjës që ndodhi edhe tjetra që ti e ke nderin aty, ti e ke këtu. Domethënë ishte një zinxhir gjërash që vinin nga një figurë si Moza, që është një poete, Po nuk është që dhe ju e keni bërë më të lehtë, se do e shikosh edhe vetë që ngjan një person kundër një grup njerëzish dhe kjo përkthehet si një bullizëm në grup, një grup njerëzish që çfarë nuk i thon një personi që çrëndsi ka mosha dhe profesioni i saj. Dhe sikur të ishte moshatarja jote, nuk do ngjante bukur kur një grup njerëzish të gjithë së bashku po sulmojnë një person, qoftë nga ana e strategjisë dhe nga ana e lojës. Unë prandaj thash dikush aty brenda e ka ditur shumë mirë se si funksionon dhe çfarë po ndodh. Dhe ka mundur të ja ndaloj këtë, por përkundrazi ju e keni shtuar dozën, derisa ju erdhi bumerang tek vetja juaj dhe kjo ishte pjesa që realisht më ka ardhur shumë keq sepse Ola humbi, domethënë e humbi komplet orientimin e vet dhe nga një person që ishte fokusuar ke gjërat e veta, që vishej, rregullohej, gatuante, por plus edhe koha që kalonte me Adin, u obsesionua tek çfarë thot Moza t'ja mbaj shënim. Jam 23 vjeç, por edhe puna që kam është delikate dhe unë kam luftuar shumë që ajo nofk mos të më përkasi mua. Nuk kam dashur unë. Po nofkën e Ola e ngritë ty e bët aq e vut aq në zë dhe aq në vëmendje, i mshuat aq shumë se ma besoj mos e kishit bërë juve, askush mund të jetë edhe kjo, askush nuk do ishte marrë me atë pjesë. Megjithatë, unë jam e sigurt që ti do dish ta rregullosh gjithçka që ka ndodhur. Unë e besoj vërtet këtë pjesën që ti ke nevojë të marrësh kohën tënde, se ndoshta dhe ajo pjesa me vllajin nuk ka qenë, nuk ka qenë më nuk ka qenë më e lehtë. Është në anglit paktën. Që nuk e di ku të pyesim se ku është. Shiko, unë dua ta qartësoj këtë dhe dua edhe ta qetësoj pak Olën. Familjarët e tu kanë kontaktuar dhe janë jashtë duke të pritur, krah hapur dhe duke thënë që krah hapur dhe duke thënë që nuk do të të hedhin kur poshtë për asnjë arsye. Dua ta them. Adi ka vend ke shtëpia boll. Unë doja ta pyesja Arbana pak Fabionën që Adi ka vend ke shtëpia them boll. Cila shtëpi? E veta, ka jo, doja të pyesja pse do doje të rije vetëm pa Adin dhe pa familjarët. Se nuk e Pa Adin se sa ajo, jo nuk e sa. Do doja të izoluar. Nuk është gati tri me Adin pa kamera, nuk është mësuar 3 pa kamera. Jo, pa 5 kamera, i do 5 kamera. Ke frikë nga të dy, duke. Është një moment shumë delikat për mua. Do doja shumë që mos të dëgjoja edhe 5 veta tjera që më rikujtojnë se çka kam bë, se e di shumë mirë çka kam bë. Jam konsciente dhe dua ta kaloj vetëm me veten time. time. Nuk i ke gjithë kundër nëse të bën kjo të ndihesh më mirë. Ka plot njerëz që le të themi e kanë vlerësuar guximin tënd. Pas ka budallica tu. Armila. Jo, unë doja ta pyesja që se e lam për gjys që pse donte që të ishte izoluar, vetëm që mos të dëgjoj pjesën e njerëzve të tjerë, që të marrësh pak kohë për veten dhe të arsyetosh çfarë bëre ti aty brenda gabim përveç pjesës të incidentit që ndodhi, domethënë çfarë gjërash të tjera ti mund të kishe bërë më mirë, ndoshta ke pas sigurinë lidhje me historinë që ke nis aty brenda. Këto gjëra janë ato që po të ndalojnë? Ola, shumë prej njerëzve që dalin, shumë prej fermerëve që dalin, shikojnë pastaj që ka një perceptim tjetër për Mozën në publik dhe një perceptim tjetër nga ju atje brenda. Jo, unë e di shumë mirë perceptimin që ka njerëzit. A është e vështirë të bashkëjetosh me një njerëz si Moza brenda? Moza është Moza. Moza është ujë me u pi, domethënë duhet. Edhe i ka anët e mira të veta që unë i kam shiju pa fund në fillim. Ndodhi kjo përplasja që ajo justifikon me Adionin, nuk e di se si ndodhi që unë dhe Moza shkuam ku shkuam, nuk e kuptoj.
Që për mozën kam vlerësim normal se është moza, nuk ja heq dot. Po që ta kesh 24 orë, është i qike vështirë. Nuk është e lehtë. E. Okej. Po ti nuk e takove kur dole, apo? Jo, i dhash dorën, dy duar si burra. Ja dhe dorën. Ja dhe Se nuk e dorën. bante. Vazhdon mendon që është një ndër arsyet pse ti dole sot? Jo, unë jam vetë arsyeja pse dola, është Brenda mendja në ime. lojë si një kundërshtare. Apo mendon Është që ka fjala qenë që mos dikush tha që unë sa tjetër? fjalë nuk i maj dot, fatkeqësisht nuk. Lëre fjalën si koncept loje. Mendon që ka qenë ajo një shtys apo njerëz të tjerë aty brenda që ti ndoshta edhe nuk e ke kuptuar që Mbase nuk është dashme unë ndiku aq shumë, sepse ndikuar në nga fundit kush? kam hy vetëm dhe dal vetëm. Nga kush e ndikuar? Po nga Iliri që pastaj pash në klip një reagim për mua çuditshëm. Nga Gresa. Mendon që Iliri po e bën lojën e tij nën rrogos duke influencuar lojtarët e Njerëzit, po. tjerë aty kundër mozës? Iliri ka atë gjën që mundohet të t'afroj, që të njohi sa më mirë që ta di ku të godasi. Ola, ti ke patur momentet vështira dhe jo të bukura, po ke patur dhe momentet bukura, se ferma nuk është, jo, ke patur, edhe ky është një klip me një përmbledhje të disa prej momenteve të tua më të bukura, Ola.